Deputeti Vullnet Sinaj ka zhvilluar një takim me banorët e Orikumit, ku ka adresuar një nga shqetësimet më të mëdha të komunitetit, çështjen e pronësisë. Ai theksoi se legalizimi i pronave është një nga shtyllat kryesore të zhvillimit ekonomik dhe u zotua se do të kërkojë zgjidhje konkrete në nivel qendror. Deputeti Sinaj theksoi se nuk mjafton vetëm të adresohen problematikat në takime të tilla, por ato duhet të ngrihen me forcë dhe në parlament. Ai u angazhua se do të jetë një zë i fortë për kërkesat e komunitetit. Dikush përmendi këtu pjesën e pronave, është pjesa më delikate. Është delikate sepse nuk është vetëm këtu. Është në gjithë Shqipërinë. Kam propozuar që hipotekat që i quajmë ne, apo agjencitë e kadastrës që i quajnë shteti, duhet të shtojnë numrin e punonjësve të tyre. Baza e ekonomisë është prona private. Në qoftë se ne nuk e çojmë pronën private siç duhet, me dokumenta të certifikuar, ne lëm një pjesë të ekonomisë jashtë tregut. To që ju them sot këtu, i kam thënë në parlament, tani jo vetëm që do t'i them, po dhe do t'i kërkoj. Me respektin e madh që kemi për ju si individ, si antar i parlamentit shqiptar, se të paktin e ju, nga të gjithë krajet, të paktin e që tamam që duhet shkapelet, duhet ta çosh çik zërin. Unë jam një deputet që do më dëgjosh të ngre zërin. Që si që po të flasë të këtu tani, do më dëgjosh në parlament. Deputeti është përfaqësues i juaj që ato që ju do thoshit në parlament dhe do thoni i qeveri, do t'i thot deputeti. Ato që ju do kërkoni në qeveri, do t'a kërkoj deputeti. Pra është një përfaqësues i juaj ditën që ju votoni. Edhe Orikumi, po bëhet lungomarrja, po vazhdon, po vinë drejt e Orikumit. Nuk kishim na njerë tunel në Llogora, o bëm me tunel. Nuk kemi pas aeroport në Vlorë, o bëm me aeroport. Gjithë ky zhvillim për turizmin që po ndodh në qytetin tonë, normalisht do silli kërkesën e pronës. Në rast se do t'ju bindin dhe ca shok të tjerë dhe të më kërkoni llogari, mbas zgjedhjeve të vi këtu t'ulem këmbëkryq me ju. Në parlament, një nga fjalimet e mia të para, parlamentin e ardhshëm që do jetë, do ngrë problemin e Orikumit.